Kosova parym, pritet shtetërimi i ri. Sistemi elektroenergjetik i Kosovës bëhet të ditur se po vazhdon të përballet me mbi ngarkesë të rrjetit energjetik, për çka ftoi qytetarët që të kursejnë energjinë elektrike. Sipas kostit, zonat më në rrezik për reduktimi janë Rahoveci, Malisheva, Prizreni, Dragashi, Gjilani dhe Lipjani. Komunat të cilat të dielën u ballafaquan me ndërprerje të paparalajmëruar të energjisë elektrike. Me një kërkesë për kursim të energjisë gjatë ditës doli edhe Kesko, të cilët ftuan qytetarët që veçanërisht gjatë orëve të pikut të shmangin përdorimin e pajisjeve me konsum të lartë. Qytetarët thonë se po pranojnë fatura të papërballueshme për ekonomitë e tyre. Sipas të dhënave zyrtare, aktualisht Kosova prodhon rreth 900 megawatt energji elektrike, ndërkohë konsumi në orë të caktuara të ditës mbërrin në mbi 1400 megawatt, duke rritur nevojën e importimit të energjisë. Të dielën nga sistemi Rabloku B1 i termocentralit Kosova, por ai u bë me dije se ka rifilluar punën. Njohësi çështjeve të energjisë, Adhurim Haxhi Musa thotë se sa herë që bien blloqet nga sistemi, mund të flitet për keq menaxhim të sistemit energjetik. Haxhi Musa ngriti alarmin se tarifat e energjisë elektrike do të vazhdojnë të shtetohen edhe më tutje. Në muajin tetor shënuan një rritje e konsumit të energjisë elektrike për 17%, duke pasuar me një rritje të importit të energjisë elektrike për 19%, më shumë se sa vitin paraprak. Prodhimi i Kosovës u zvoglua. Në periudhën e viteve 2015-2020, Kosova ka importuar energji elektrike në vlerë për rreth 270 milion euro, ndërkohë që nga viti 2020 deri në vitin 2025, vlera e importit të energjisë elektrike ka tejkaluar 800 milion euro.